Partia Socialiste është vënë në lëvizje dhe kërkon zhbërjen e formulës së barazisë për Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale. Socialistët e kanë dërguar kërkesën e tyre në konferencën e kryetarëve në Kuvend, ku kërkojnë që të zhbëhet barazia në komision për shkak të bojkotit të Partisë Demokratike. Në kërkesën drejtuar Kuvendit, anëtarët e Partisë Socialiste thonë se që prej krijimit të komisionit me datë 27/10/2025, vetëm një mbledhje nga 4 është zhvilluar me praninë e opozitës, duke qenë se vendi ndodhej para zgjedhjeve vendore të 2027 dhe afati për punimet e këtij komisioni është vetëm 9 muaj. Socialistët kërkojnë që të marrin drejtimin dhe shumicën e komisionit. Ata propozojnë që të shtohet një antar nga radhët e Partisë Socialiste dhe në total të shkojnë 19 antar, 9 mazhoranca nga 8 që ka aktualisht, 6 Partia Demokratike, një grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe një Partia e Lirisë. Po ashtu duan të marrin drejtimin e komisionit me Arbian Maznikun, duke i hequr të drejtën e vetos demokratëve. Pra Luciano Boçi të mos jetë më bashkëkryetar, por nën-kryetar, që Partia Socialiste të vijojë vetë me punën në rast se Partia Demokratike vijon bojkotin e paralajmëruar, ishte paralajmëruar edhe nga vetë kryeministri Edi Rama dhe ky paralajmërim përfshin edhe komisionin tjetër të posaçëm, atë për reformën zgjedhore. Partia Demokratike ka deklaruar se do të ndërpriste bashkëpunimin parlamentar me mazhorancën për dy reformat pas zvarritjes që u bë heqjes së imunitetit të ministres Belinda Balluku fundvitin e kaluar, pas kërkesës së SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e saj.